Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e ndodhur në zonën e Repsit në Mirdit, ku ekzekutua me armë zjarri Valter Leshi. Veprimet hetimore dhe dëshmitë e mbledhura deri më tani kanë ndihmuar në rindërtimin e lëvizjeve të viktimës para atentatit. Sipas burimeve hetimore, 45 vjeçari kishte dalë nga banesa e tij në Rëshen rreth orës 6 dhe së bashku me një koleg pune ishte nisur drejt kompanisë së Bazaltit në Reps, ku punonte. Rreth 2 kilometra para vendit ku ndodhi krimi, pasagjeri ka zbritur në një lokal ndërsa 45 vjeçari ka vijuar rrugën i vetëm. Hetuesi dyshojnë se lëvizjet e viktimës janë ndjekur që nga momenti që ai ka dalë nga banesa dhe autorët janë sinjalizuar për itinerarin e tij dhe i kanë zënë prit në një kthes rreth 1 kilometër pa mbritur në vendin e punës. 45 vjeçari është qelluar nga një distancë e afërt, duke marrë plagë të shumta në kokë dhe fytyrë. Mënyra e ekzekutimit tregon vendosmërinë e autorëve për të siguruar që viktima të mos kishte asnjë mundësi shpëtimi. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka shoqëruar dhe marrë në pyetje disa persona që mund të kenë dieni për ngjarjen, por deri tani dëshmitë e tyre nuk kanë ndihmuar në identifikimin e autorëve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.